euro ekzistencën vitin e kalu. Apo kupton? Kështu që qa duhet me bo, qa nuk duhet me bo, unë edhe njerë po thom që duhet me pas kritere, nuk bën mi leju ekipet mu fut në borgje, sepse jo vetëm që nuk bojnë garë sportive ma ato ekipe, ato rrezikojnë mushim krejt. Se nuk jena më në kohën e Ali Bungut, tash jena në kohën e inteligjencës artificiale, kompjuterit, edhe borgji nuk është lepër ti me vra borgjin. Borgjin ose do të me la, ose ti dush me zgjetë mënyrë, me izvoglu argjimet, dush me llogarit mirë buxhetin, mi u nejtën fjalë njerëzve. Apo kupton? Edhe sa ki buxhet, me gjetë vetën ku me garu. Ki buxhet për ligë të parë, garon ligë të parë zotni, luhet futbolli shumë kvalitative dhe në ligë të parë. Ki aspirata për Super League, do të më shtrengu fort për besë. Në Super League nuk ka ekip nër buxhet 1,5 milion nuk ka që ka lypë në Super League. Na kemi pas skuadra që me kanë 2 milion buxhet kanë ra nga kategoria. E kemi pas skuadra me kanë 1,5 milion 2 milion që kanë lypë në barazh. Tashti, kjo është realiteti. Nëse dikush menon që po hinë Super League edhe jemi dëshmitarë dhe skuadrat që nuk i paguin me rregull lojtarët kanë probleme. Kanë probleme. Dhe me thonë, duhet me boni kritere. Duhet mas pari klubi, duhet me para pa mirë sa mund me një buxhet sa mund me përballu.